Një popull i cili nuk mëson nga kaluar e tij është i detyruar të përsërisë historinë, ishte mesazhi në fjalimin e magjisë Rushdilata gjatë zbulimit të bustit të kryetarit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Ilyas Pash Qoku Dibra, në shëtitoren e qytetit të Peshkopisë. Në qytetin e Blinave, në praninë të strukturave politike të vendit, qytetarëve të dy Dibrave dhe të afërmëve të tij, fillimisht me referat shkencor u paraqitën drejtori i muzeut të qytetit të Peshkopisë, Mojsi Kamberi, i cili theksoi se në rrjedhën e shekujve Dibra shfaqet si kështjellë e paposhtër e historisë, një krahinle dhe dashurisë e kulturës kombëtare dhe qendresës së armatosur kundër pushtuesve të ndryshëm. Dibra përfaqësuan me bilet tyre më të mirë personalitete kombëtare si Gjergj Kastrioti Ndërbeu, Ilyas Pash Dibra, Selim Rusi, Said Najdeni, Bebi Dibra, Nikol Kaçori, Shef Sula, Hoxh Kublisa, Sherif Long, Isuf Karasani, Elesi Sove e tjerë, që organizuan kuvendet, udhëhoqje kryenditje, ruajtën dhe qeverimin në shërbim të çështjes kombëtare për emancipim dhe demokratizim, jo vetëm të Dibrës, por dhe mbarë trevave shqiptare. Gjatë leximit të referencës së tij, historiani Dibran Nebi Xhambulla nënvizoi se Ilyas Pash Dibra, si shumë personalitete të tjera shqiptare, ju kundërvu me të gjithë mjetet pushtimit të krajinave shqiptare në përgjithësi. Pikërisht ky fakt e nxit atë që të jetë në krye të organizimit të një kuvendi mbarkombëtar në mbrojtje të çështjes shqiptare në prag të Kongresit të Berlinit që do mbahej më 13 qershor 1878. Organizator i tij, ajo zgjoll dhe kryetar i kuvendit formues të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, me intonimin e himnit kombëtar nga orkestri frimor i Peshkopisë, zbulimin e bustit të veprimtarit Qoku e bën kryetari i Bashkisë së Peshkopisë Ilir Krosi me nipin e Ilyas Qokut Ylber Pilku, i cili është i njohur me donimet e tij, për të cilën kryetari i Bashkisë së Peshkopisë i nda mirënjohje. Mirënjohje i jepet familjes së zotit Jashar Pilku, familje e nderuar dhe patriote të shquar të Dibrës, nipa të familjes Ilyas Pash Qokut, që me kontributin personal financiar kontribuan pranë Bashkisë Peshkopi dhe i dhuruan qytetit Peshkopisë dhe Dibrës derdhin e mbrojtës të bustit të Ilyas Pash Qokut Dibra, kryetar i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Mirënjohje pa kufi. Me fjalë rasti nga të afërmit e familjes Qoku foli edhe magjistër Rushdilata, po ashtu me diskutime u paraqit edhe Buranski Kuli, të cilët shprehen se këta prurime si vënia shtatore së Skënderbeut dhe e bustit të Ilyas Pash Dibrës janë ruajtja dhe promovimi i vlerave historike të cilat duhet të përcillen edhe brezave të rinj. Ata pasqyrojnë ngjarjet historike e politike të shqiptarëve, jo vetëm të dibranëve, por të mbarë historisë kombëtare.